Okej. Vazhdojmë të nderuar miq, po lexojmë Kuranin në gjuhën arabe. Sa herë që të hapet Kurani, fjala e Zotit, ata që e dëgjojnë dhe ata që e lexojnë e kanë shpërblimin e njëjtë. Derisa lexohet leximi i Kuranit dhe tek ju mund të ndjeni emocione më ndryshe se sa që keni, atëherë të jeni të sigurt se Zoti dëshiron që juve t'ju sinjalizoj, t'ju jap sheh se ju jeni prej njerëzve të dashur të Zotit, që fjala e Zotit përmes shërptorëve të tij që jemi ne, pra në këtë rast, në këtë live robët e Zotit, ka hyrë nga veshët, nga goja ime në veshët tuaj dhe inshallah besoj të ju flej në zemrat e juaja. Prandaj, për me dhënë efektin e vetë të ngritjes shpirtërore, leximi i Kuranit bëhet në gjuhën arabe. Ndërka që ndikimi i Kuranit në ndriçimin e mendjes tonë, diturisë tonë, që në jetë çdo gjë që flasim, të flasim në pajtim me fjalën e krijuesit. Çdo gjë që punojmë, të punojmë në pajtim me fjalën, këshillën e Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra Kurani bëhet pjesë e trupit ton, mirë po gjerisa në zemrat tona ne mund të kemi ndoshta urrëtie, padrejtësi dhe mendjemasi, atëherë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, na mëson se në ato zemra ku ka këto tri vese, mendjemasi, urrëtie dhe padrejtësi, në ato zemra unë nuk hy. Prandaj të dashur miq, pastroni veten e juaj nga këto vese çdo ditë nga pak. Dhe kështu që do ta shihni se çfarë ndryshimi bëhet në veten tuaj, sepse lidhja me Zotin nuk bëhet vetëm përmes namazit, po edhe përmes një pune më të vogël që mundet me qenë nëse ne e bëjmë me bismillah, në emër të Zotit, tawakkaltu ala Allah, mbështetëm te Zoti, la hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka forcë dhe fuqi përveç Allahut, atëherë na me këto fjalë në gjuhën shqipe, në emër të Zotit, nuk ka forcë edhe fuqi më të madhe se të Zotit, i mbështetem Zotit, kur një punë e nisim spaku me bismillah, ajo punë i dërguar i Allahut na mëson se është e kryer, është e përfunduar me të mirë. Çdo punë që nuk niset me bismillah, nuk është e përfunduar. Prandaj të dashur miq, ne po ja fillojmë leximin e surës. Pra, të gjyzit të 15, pjesa e dytë, e cila do të gjatë një 50 minuta, do të bëjmë lexim të rrjedhshëm në gjuhën shqipe, pra përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe, si dhe komentim letrar si përfaqësor. Jeni të lumtur që ju sot keni me dëgju shumë fjalë të bukura nga Allahu i lartësuar. Çdo punë fillojmë pra me bismillah dhe me salavat e selam e profetit Muhammed, i cili e ka dhënë jetën e tij, pasurinë e tij, paqen e tij, qetësinë e tij, shëndetin e tij, krejt që ka pas e ka dhënë për këtë Kuran që sot ne kemi në duar tona. Prandaj duhet i dërgojmë salavat profetit Muhammed e pastaj ta lusim duan, ta këndojmë duan para leximit të Kuranit dhe pastaj do të lexojmë në gjuhën arabe dhe vazhdojmë në gjuhën shqipe komplet gjyzin e 15, pjesa e dytë. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Allahu im, dërgoj selam
Muhammedit dhe familjes së Muhammedit. Bismillahirrahmanirrahim. O Allahu im, me të vërtet ti e ke zbrit Kuranin. O Allahu im, madhroje dëshirat tona ndaj teje. O Allahu im, bëre shikimin e Kuranit drit në shikimin ton dhe shërim në zemrat tona. O Allah, na largo brengën dhe dëshpërimin nga ne. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kuran. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kuranit. O Allah, forcona, O Allah, leximin e Kuranit peshoje rënd në peshoret tona. O Allah, na bëj të mundshme leximin e Kuranit edhe gjatë ditës, edhe gjatë natës. Amin. O Allah, na ringjall me profetin Muhammed dhe familjen e tij, imamët e shet dhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. Amin.